All the films in one radio show. Përshëndetje të gjithëve, po Gjoni at the Movies. Do t'jemi së bashku për plot 1 orë dhe jo vetëm në valët e Top Albania Radios. Por edhe në Tar TV. Asa bukur, më në fund jemi kanali 10. Dhe në fakt tani do të keni mundësinë të na shikoni dhe të sigurisht të subvenciononi mimikat e Edeas, të cilat her pas here janë precious, vërtet, si të paqmueshme. Absolutisht. Jemi në The Movies dhe do flasim sot për një tematikë shumë interesante që mua s'më kishte vajtur mendja ndonjëherë për të folur. E di pse më vajte mua në mendja? Pse? Unë dhe Edi, për gjithë ju që po na dëgjoni për herë të parë, për herë përzgjedhim tematika specifike të tipit nëse doni të shikoni një film për dashuri të pamundura, këto janë sugjerimet tona. Kësaj radhe, për shkak se është sezoni i akrepit, dhe akrepi njihet si shenja më hakmarrëse në horoskop. Ma ka thënë dhe horoskop, se si jam shumë e updateuar me muzikën e vjetër tallavore shqiptare. Por shumë e updateuar me horoskopin, ama. Me horoskopin deri diku, vendosa të përzgjidhja vetë dhe të jepja dhe Edit mundësinë të përzgjidhte sugjerimet e tij. Për sa i përket filmave që kanë të bëjnë me hakmarrjen. Nuk e di pse na shijojnë shumë këto filma, pra kur shohim një personazh protagonist, të cilit dikush i bën keq ose i vjen një situatë e planifikuar e cila e lë këtë heroin ton të gjunjëzuar, të shkatëruar, por ai përpilon një plan hakmarrjeje për t'ju kthyer njerëzve reston. Kam përshtypjen se është instinkti njerëzor, pra hakmarrja është një ndër instinktet më të forta njerëzore dhe madje them unë më të lehta për të dalë në pa, pra nëse dikush të bën keq automatikisht mendoj unë që ndjesia e parë që të vjen ndërmend është ta hakmerresh. Megjithatë, kur fillon ai mendon më gjatë. Ne jemi dhe pozitiv dhe kemi promovuar vetëm hakmarrjen me të drejtë, se ka dhe filma që njerëzit hakmerren pra s'më pëlqeu mua që ti fitove këtë gjë, do të prish këtë gjë tjetër, por ne kemi përzgjedhur filma që kanë të bëjnë me hakmarrjen e merituar, nëse ekziston një gjë e tillë. Unë fakt pash sugjerimet e tua për të cilat do të flasim në pjesën e dytë të programit, kishe bërë një lloj hakmarrjeje më të ëmbël, pra më psikologjike. Hakmarrje grash. Hakmarrje grash, ndërsa unë qëndrova tek hakmarrja aksion që neve na kënaq, neve çunave sidomos kur e shohim, domethënë ajo pjesa kur i kundërvihet heroi është adrenalinë gjallë dhe ne jemi aty që godite, bjeri, myte. Kështu që do t'i kemi të gjitha zhanrat. Përveç kësaj do të prezantojmë edhe programin e Cineplex për këtë javë, një larmishmëri filmash dhe kolonat zanore do të jenë shumë të bukura sot që do të na shoqërojnë deri në fund të programit. Kështu që nisim me një këngë, është Shakira me Zoo si kolon zanore, Zootropolis 2. Me regji të Edgar Wright dhe i bazuar në romanin nga Stephen King, është gjithashtu një remake i filmit të 80-s me të njëjtin titull nga Arnold Schwarzenegger dhe flet për një shoqëri distopike ku një spektakël televiziv përfshin vrasje në transmetim si argëtim publik. Protagonisti është Glenn Powell, i cili luan rolin e Ben Richards, është një punëtor në vështirësi financiare që është i detyruar të bëjë një zgjedhje ekstreme për të shpëtuar vajzën e tij të smur. Ai pranohet për të marrë pjesë në lojën televizive ku runners, konkurrentët, duhet të mbijetojnë për 30 ditë ndërsa janë të ndjekur nga vrasës profesionist të trajnuar dhe çdo ditë ju jep akoma më shumë para si shpërblim. Pra tërësisht aksion. Është një lojë që transmetohet për gjithë publikun, i cili shikon çdo lëvizje dhe bëhet pjesë e spektaklit. Dhe ndërkohë që Ben përparon si një njeri i thjeshtë, është tipikisht këto filmat ku ky njeriu thjesht arrin të shpëtojë situatave dhe këtyre vrasëve profesionist, por në të njëjtën kohë, duke e bërë këtë të fundit, ai kthehet në një kërcënim për sistemin që e ka krijuar këtë lojë makabër. Po, është një miks i shumë filmave, pra ka pak në Hunger Games, ka pak Squid Game, pra është një gjë me game edhe kjo. Megjithatë, interesante sepse është një remake, siç tham, me një film i cili është ikon me Arnold Schwarzenegger shumë vite më parë. Dhe gjithmonë janë interesant. Duam apo s'duam ne, këta filma kanë për mendimin tim vetëm një gjë që është e vështirë që ti zgjedhësh derisa ti shohësh, por nisë ti shohësh, duhet ti përfundosh me patjetër. Un kam ngecur akoma Arnoldi dhe Gleni.
Do doja një pak më shumë si Arnoldi, por ndoshta Gleni do na surprizoj. Po flas për Glenin, kështu që kam të lagja poshtë. Është e vështirë të themi që Arnold Schwarzenegger mund të mundet në thonjza, po megjithatë filmat e rinj dhe aktorët e rinj kanë treguar që dinë të bëjnë goxha mirë madje her pas here edhe se sa ata klasikët që ne jemi mësuar ti shikojmë. Arnoldi është dhe burri i parë në botë që mbeti shtatzan. Se ke para të filmin? Jo. Do flasim tani në publicitet për atë film. Okej. Por disa madje ka raste kur rikthen dhe filma që kanë dalë vite më përpar, po arrin ta mbushin kineman ndoshta edhe më shumë se premierat e fundit. Siç është rasti i Interstellar, që në fakt po bën namin edhe në këtë rikujtim, në këtë rishfaqje. Kam dëgjuar plot që kanë vajtur ta shohin tani edhe jo njerëz të cilët nuk e kanë parë asnjëherë filmin, por ata që e kanë parë, ndoshta në shtëpi, në një kompjuter, në telefon, nuk e di, dhe ta shijosh në kinema është absolutisht tjetër eksperiencë. Për ju që s'e keni parë Interstellar, është një nga ato filmat që thua, sikur të kishte një makinë nga ato që të fshin memorien, që të ma bënin delete vetëm këtë filmin që unë e kam parë, edhe unë të kem mundësinë ta shoh edhe një herë nga fillimi. Sigurisht shumë kanë mundësinë ta shohin edhe në digital dhe e kanë parë përgjatë gjithë këtyre viteve, po sigurisht edhe kinemaja është tjetër eksperiencë. Ndërsa veç Interstellar, në Cineplex po shfaqen ADN Black Phone 2, Chainsaw Man the Movie, One Battle After Another, Predator Badlands, që gjithashtu është një prurje e re. Dhe unë i kam shumë qejf filmat e sagës Predator. I till është edhe ky që vjen me super aksion dhe me predatorin e frikshëm, i cili është gjithmonë në qendër të vëmendjes. Regretting You, The Conjuring, e cila ka ndoshta kam përshtypjen do kapi një rekord The Conjuring për shfaqjen më të gjatë. Ishte Moana, mos gaboj dikur, apo ishte një Lilo dhe Stitch. Lilo dhe Stitch, bravo, sa të thënë Lilo dhe Stitch, që çuditërisht tani kur e pash kur po shikonin premierat e fundit Cineplex, thash okay, qen ka larguar tani mbas 48 vitesh eci në shkret të tjerë, domethënë okay. Po duket se tani këtë fat do ta marr The Conjuring. Nuk e di nëse ka mbetur ende njëri pa e parë. Më duket se gjithashtu po shfaqet Tron Ares në mos gaboj, unë arrita ta shikoj fatkeqësisht jo në Cineplex, është një nga ato filma që po ja u them dëgjuesve e pash. E shijova shumë, kishte një plot fantastik nëse jeni shumë të investuar tek çfarë po ndodh me AI-n e të tjerë dhe ju duket sikur AI do arrit të superfuqizohet dhe të na pushtojë nerve dhe të jetë forma më e re e racës njerëzore e updateuar, vlen të shihet jashtëzakonisht shumë si film, por në kinema. Unë e pash në kompjuter nga shtëpia dhe la shumë për të dëshiruar, qoftë nga kualiteti ku unë e pash, sepse është një nga ato filmat aq me aq shumë CGI, me aq shumë efekte speciale, saqë duhet se s'bën të ndiqet përballë ekranit madh. Të tillë filma patjetër, dhe është tema më aktuale e momentit, kjo gjëja e inteligjencës artificiale. Aty ku unë dhe Edi nuk puqem me fare. Se kur inteligjenca artificiale do të na overcome, pra do të na përbysë dhe do ta marrë kontrollin e botës në duart e saj. Edi thot që njeriu duhet ta ndalojë dhe stopojë AI-n përpara se ata të jenë më dominant mbi ne. Unë mendoj që në një moment kjo gjë ka për të ardhur në një formë shumë të rrezikshme. Pra nuk jam i sigurt nëse ata do ta marrin kontrollin, por unë mendoj që e gjithë kjo që kemi parë në filma do vi një ditë jo shumë larg që do bëhet realitet, sepse në fakt është bërë realitet shumica për gjërave që deri dje i kemi parë në filma. Kurse unë mendoj nëse është e shkruar që shoqëria të evolojë deri në këtë pikë që ata të na zëvendësojnë ne, mbase kështu pas ka qenë e shkruar dhe ky pas ka qenë realiteti. Shiko, ne kam përshtypje. Po, ne kam përshtypje që do ta pranojmë, ne ndoshta jemi mamuth. Dhe supozohet të bëjmë një farë cikli, ta mbyllim që gjithçka tjetër të evolojë. Dhe unë e para do ta sakrifikoja veten time në rast se kjo do të thonte një e ardhme më e mirë për universin e të tërën, apo shumë altruiste kjo që po them unë. Unë mendoj që gjëja më e frikshme është që nëse inteligjenca artificiale do vazhdojë në këto hapa, dhe për shembull, mbase për 20-30 vitet e ardhshme, ideja nëse mund ta them kështu të jetë e pavdekshme. Pra, truri yt, dia jote, personazhi jot të transferohet në një qenie tjetër që mund të jetë jo njerëzore, mund të jetë robotike, nuk e di. Kjo mendoj që është e frikshme, sepse jo, pa jo është evolim.
ti sapo bëhet shumë e mërzitshme, e kupton, ne duke të qëndrojmë ne për shekuj të tërë duke bërë këto gjëra që bëjmë sot. Po besoj se ka një kështu shutdown button. Vjen një farë momenti që kam jetuar 300 vjet, thua. Pas 3-4 brezave do të boll me këta se bëjini shutdown. Imagjinoje The Movies në 2074. Nuk e di. Ikim publicitet më mirë, a këngë qa kemi dhe rikthehemi pas. Kemi rikthyer në At The Movies dhe ka ardhur momenti të flasim për një tematikë që rrallëherë e kemi trajtuar në emisionin ton, por zgjodhëm ta flasim pikërisht sepse është sezoni i akrepit dhe akrepat njihen për diçka specifike që është hakmarrja. Un kam zgjedhur filma që kanë të bëjnë me hakmarrjen, ku protagonistet kryesisht janë femra. Dhe kur e mendon këtë gjë në kokën tënde si një njerëz që sheh filma, gjëja e parë që ty të shkon ndërmend është Gone Girl. Nuk e di a e ke parë Gone Girl, besoj e ke parë Gone Girl, për këdo që nuk e ka parë, filmi ndjek historinë e Nick Dunn, i cili po bëhet kryefjalë e mediave kur gruaja e tij Amy zhduket në mënyrë misterioze në përvjetorin e martesës së tyre. Gjithmonë në momentin që ndodh një zhdukje ose vrasja e një gruaje, kulpriti dhe i dyshuar i parë i policisë është gjithmonë bashkëshorti dhe të gjithë i vjen Nickut nga pras duke bërë lidhjen me disa, i bën disa mimika të çuditshme kur e fotografojnë nëpër evente, ai buzëqesh dhe njerëzit fillojnë e sulmojnë dhe thonë hey, ai po buzëqesh, gruaja e tij është zhdukur, a është normal ky njeriu. Bien edhe dyshime mbi të patjetër. Por e vërteta qëndron krejt ndrysh, pasi Amy po ja u zbuloi njerëzve se mendoj se është një film që ka kohë që ka dalë, shumica e njerëzve e kanë parë, ndoshta duke ja u thënë të vërtetën pa çka se ai momenti ku gjithçka kthehet dhe del ana tjetër e monedhës është arsyeja pse ne e shohim dhe e rishohim Gone Girl. E vërteta është se Amy kishte zbuluar se bashkëshorti i saj kishte një marrëdhënie paralele dhe kishte përpiluar si një vajzë jashtëzakonisht shumë inteligjente një plan hakmarrjeje të detajuar hap pas hapi, ku kishte planifikuar jo vetëm lëvizjet e saj, por edhe kishte parashikuar lëvizjet që bashkëshorti i saj do të bënte, se nuk ka njeri që ju njeh më mirë se sa partneri juaj. Unë ndonjëherë e përdor si fjalë dhe them kujdes, ti e di që unë të njoh shumë mirë. Kështu është Amy Dunn, kështu që nëse doni një hakmarrje, po flas, jo një hakmarrje, unë ta bëra këtë gjë për inat, por unë ula, planifikova, mirëmendova dhe bëra gjithçka për të shkatruar jetën. Amy Dunn e arrin këtë me bashkëshortin e saj. Hakmarrja pra është një pjatë që serviret e ftohtë. Po. Na është rikujtuar kjo gjë së fundmi. Po, sigurisht. Dhe për të kaluar tani tek një tjetër hakmarrja, mendon që hakmarrja e femrave është më e dhimbshme se sa ajo e meshkujve? E meshkujve është më jo domosdoshmërisht në raportin romantik, po them në përgjithësi. E meshkujve është më impulsive dhe më e dhunshme. E femrave është më e mirëmenduar dhe më e dhimbshme emocionalisht. Pikërisht, pra, domethënë të dhëm më gjatë pra hakmarrja e një femre. Patjetër. Lag që nuk shërohet. Disa gjëra dim ti bëj mirë, gatimin këtë hakmarrjen. Okej, mirë. Simple Favor është e dyta apo jo? Po, Simple Favor është e dyta, është një histori ndjek Stephanie, është një blogere e vetmuar që bëhet shoqe me Emily, një grua misterioze elegante. Këto të dyja janë komplet dy botë të ndryshme me njëra tjetrën. E para është një vajzë shtëpiake e cila rrin në shtëpi, bën disa video duke gatuar. E dyta është karrieriste, shumë karakteri fort. Kur Emily zhduket papritur, Stephanie fillon të hetojë dhe zbulon sekretet e errta nga e kaluara e saj. E kap një farë obsesionimi me këtë femrën që ajo nuk është, pra duke parë këtë vajzën në karrierë që vishet bukur me kostume dhe di se si të flas me meshkuj, me femra, me pleq, me të vegjël e të tjerë, dhe kjo duke qenë kjo shtëpiakja, krijonte një raport me bashkëshortin e Emily, që mund të jem precize dhe sakt. Dhe duke e menduar që Emily është zhdukur dhe tani unë mund t'i vjedh kësaj jetën që ajo ka, derisa zgjohet një mëngjes dhe në të gjitha ato sirtare dhe raftet e shtëpisë ku i kishte hequr rrobat e Emilyt, zgjohet dhe shef që të gjitha rrobat e saj ishin rikthyer në shtëpi dhe të vendosura aty ku kishin qenë. Pra Emily ishte gjallë dhe po i thonte që
janë aty. Mos I hiq kpucët nga sirtari. Kjo ishte pak nga filmi. Duhet ta shikoni vet. Për të ndërthurur pak, un kam zgjedhur vendos të parin The Revenant me Leonardo DiCaprio. Është një super film nëse keni dëshirë të shikoni mbi këtë tematik, pra në lidhje me hakmarrjen, sepse është një udhëtim super I ngarkuar emocionalisht që ti pret derisa hakmarrja serviret, në fund e serviret, pra e ke parasysh po e ke parasysh kur ka filma që ti e pret ata hakmarrjen me padurim deri në një nivel kafshëror dhe ajo nuk ndodh. Dhe ti je shumë I zhgënjur. Kurse në këtë film hakmarrjen ai ta vonon, sidomos por nuk ta harron. Nuk ta harron. Ka bërë një punë të shkëlqyer regjisori Alejandro González, I arritu ky film fitoi dhe një Oscar etj. Vononi ekstremisht deri në nivele mërzitje të skajshme, por që në fund është një hakmarrje. E pas ka bërë fiks pra të çoj deri në pikën tënde të fundit që thua të lutem, jepjani atë hakmarrjen në finale. Ishte filmi që Leo mori një Oscar, domethënë ishte një lloj shpërthimi, pavarësisht se kritika në fakt thotë që nuk është filmi I tij më I mirë I mundshëm, po unë e pëlqej jashtëzakonisht shumë. Për të kaluar edhe tek një tjetër, Old Boy, vetëm do të them 2 fjali. Është një person që në film në një pjesë të madhe shfaqet rreth 15 vite I mbyllur në një dhomë dhe pa arsye. Në momentin që ai del, I vendoset personit që e burgosi për 15 vjet dhe kërkon një hakmarrje të frikshme. Megjithatë, kujdes, filmi ka një kthes të papritur dhe është një film I cili është vlerësuar si një ndër filmat me fundet më të papritura dhe më të bukura të asaj periudhe në 2000-shin kur u shfaq. Është një nga filmat më të vlerësuar nga IMDb-ja dhe për mendimin tim, nëse jeni fanca të filmave që ajo rrjedha e ngjarjeve merr një kthes që ju, nëse ka filma që jam unë e para që ajo them, se deri këtu e parashikoni dot se çfarë do ndodh, Old Boy nuk është një prej tyre. Kill Bill është një film po ashtu po aq I njohur sa Old Boy, ndjek The Bride, një zhvrasëse profesioniste e cila zgjohet nga koma pas një sulmi brutal në ditën e saj të dasmës. Sa e trisht është kjo? Dhe niset në një mision hakmarrje ndaj shefave të saj dhe sidomos Billit, I cili përveç se ishte shefi I saj, ishte edhe bashkëshorti I saj. Ka Uma Thurman është fantastike në këtë film, mendoj se shumë vajza këtë vit u bën për Halloween Uma Thurman në Kill Bill me atë veshjen e saj klasike me atë xhaketën e verdhë, pantallonat e verdha, por është një film I cili vërtet tregon atë mesazhin që nuk është mesazhi më I bukur në botë, ama më duket sikur Uma Thurman derisa të arrijë hakmarrjen e saj, pra nuk ka asnjë gjë tjetër në kokën e saj, ka një vizion tunel të drejtuar për tek hakmarrja dhe bën gjithçka, nuk harroj kurrë skenën që ajo është në makinë, është zgjuar nga koma, arrin të futet në një makinë në garazh poshtë, mos gaboj, dhe nuk I lëvizte dot këmbët, se kishte qenë në koma për një kohë shumë të gjatë dhe fillon punon për një kohë të gjatë brenda kësaj makinës, në mos gaboj 1 javë, 2 java, diçka e tillë, duke parë vetëm gishtin e vogël të këmbës dhe duke I dhënë sinjalin që lëviz, sepse nuk po I rrihej se donte të çojë, të dilte dhe të vriste Billin, prandaj filmi quhet Kill Bill. Është shumë I bukur, është një film ikon, padyshim, edhe më kujtove edhe këtë pjesën e Halloweenit që ai nuk del asnjëherë nga moda, ka gjithmonë po themi njerëz, personazhe që vishen me të njëjtën veshje që ne sapo folëm, kështu që janë filma interesant për t'u parë nëse edhe ju sadopak keni atë instinktin e hakmarrjes, jo domosdoshmërisht për keq dhe për ngjarje të rënda, po njeriu në vetvete nuk mund ta mohojmë që e ka I vjen, është e natyrshme. Edhe po ju bën diçka, bëheni të mirë menduar si Amy Dunn tek. Po, më mirë ashtu me një plan të detajuar dhe pastaj kur të kujtoheni ju se çfarë ka ndodhur dhe se çfarë hakmarrje. Ishte mirë, bëjmë një shkputje të vogël tani dhe do të rikthehemi për të përshëndetur me ju. The movies dhe për sot. Ne së bashku do të dëgjojmë të premten tjetër. Mos harroni. Më datë 12 filmi I ri The Running Man në Cineplex, zgjedhja e dur. Doni të shikoni një klasik në ekranin e madh? Interstellar vazhdon të shfaqet në Cineplex përgjatë shumë premierave të tjera. Absolutisht që po, ne sollëm edhe disa nga titujt më interesant të filmave me tematik hakmarrjen si Gone Girl, Kill Bill, Old Boy, The Revenant e të tjerë që I sollëm sot në një lidhje mes horoskopit dhe instinktit njerëzor.
Ne sigurisht do të jemi sërish bashkë ashtu siç tha Edeja javën që vjen. Deri atëherë shikoni filma të mirë, është një fundjavë me shime sa kemi parë, kështu që është ideale për të qëndruar në shtëpi, në kinema, ku të doni ju, edhe për të shijuar një ditë në shtëpi përpara ekranit ta shikoni në ngrohtësinë e shtëpisë tuaj dhe diela që është një ditë më familjare, Cineplex ka filma për t'i parë me të vegjëlit tuaj, me partnerin, me shoqërinë, me familjen. Vetëm bëni zgjedhjen e duhur. Shijojeni dhe miru dëgjofshim javës që vjen.